Gjimnazet e Gjirokastrës duket se do të përballen sërish me probleme të ndryshme edhe këtë vit të rishkollor. Mungesa e investimeve në infrastruktura apo problemi i pasgjitur prej kohësh i ngrohjes në shkolla janë problemet më akute me të cilat nxënësit edhe mësuesit duhet të mësohen. Drejtori i shkollës së mesme Asim Zeneli Zemantena thotë se janë kryer investime të vogla siç është vendosja e xhamave të rinj apo edhe riparimi i bankave të dëmtuara. Megjithatë, problemi madhor i ngrohjes nuk ka marrë një zgjidhje. Ky gjimnaz ka rreth 71 vjet që është ndërtuar dhe ka nevojë për një dorë të fortë të riparimi, sepse me këto riparime të pjesshme nuk besoj se do të zgjatë shumë. Tjegullat e shkollës, sipas fjalës të specialistëve, nuk ecën dot sepse thyen. Ka shumë pika të cilat vitin e kaluar kanë qenë shumë shqetësues. Do bizetoj me kryetarin e bashkisë, me komunitetin që të paktën paraqitja të jetë dinjitoze për një gjimnaz si gjimnazi Asim Zeneli dhe që nxënësit të ndjehen komod si nxënësit në gjithë botë. Është problemi i ngrohjes. Ktu bën shumë ftohtë. Dhe në qoftë se ky problem nuk zgjidhet, ne gjatë vitit do kemi probleme të cilat do të kushtojnë nxënësit sepse shkurtojnë orët e mësimit, sepse ka ikje nga orët e mësimit, sepse tek e fundit ka shumë ftohtë. Ngrohja në shkolla është një prej problemeve më të ndjeshme në Gjirokastër dhe në të shumtën e rasteve nxënësit e sigurojnë ngrohjen me anë të kontributeve personale.